Kandidati e Partisë Socialiste në listën e hapur për deputete në qarkun e Vlorës Brisejta Çakëri vjon takimet me qytetarët, çdo ditë pranë qytetarëve, ndërsa po vazhdon turin e takimeve të përditshme për dëgjuar nga afër problemet, idetë, por edhe shqetësimet që qytetarët kanë. Sipas kandidates Çakëri, ky është një hap i rëndësishëm për të ndërtuar bashkë një komunitet më të fortë dhe një komunikim të drejtë për drejtë. Kandidatja Çakëri falenderon banorët e qytetit të Vlorës por edhe bizneset për mikpritjen e tyre, por edhe për fjalët e sinqerta që sipas saj i japin në çdo takim. Këto fjalë sipas kandidates Çakëri janë motivi më i madh i saj për të vazhduar përpara punën. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Brisejta Çakëri u ka premtuar qytetarëve dhe bizneseve se nëse merr mandatin e deputetit pas 11 majit, do të qëndrojë në Vlorë e do të jap këtu kontributin e saj për dëgjuar nga afër çdo ditë shqetësimet e qytetarëve dhe për të qenë më pas zëri i tyre në kuvendin e Shqipërisë. Takimet e Çakërit po vijojnë në të gjitha rajonet e qytetit për prezantimin e programit elektoral, por gjithashtu edhe për t'u njohur më nga afër me problematikat e qytetarëve dhe më pas për t'u dhënë atyre zgjidhje.